të ndërtohet pra xhamia qendrore, por ndër xhamin qendrore janë disa shtëpi, disa prona të qytetarëve të cilat janë që nga viti 1960, mirë po tek tani nga komuna e Prishtinës pa ndonjë paralajmërim të mëhershme i është ardhur pra një urdhëresë me ashtu të lirojnë shtëpitë e tyre brenda 10 ditëve në mënyrë pra pasi që sigurisht që komuna e Prishtinës pra duket se ka edhe një plan tjetër sa i përket pra xhamisë qendrore, mirë po për këtë nuk janë njoftuar vetë banorët, se çfarë kanë ndërmarrë ata deri më tani, çfarë kërkese më tutje, do të flasim fillimisht me avokatin të cilin pra kemi këtu pranë edhe i cili pra do ta njoftojë më gjithësisht sa i përket procesit gjyqësor, e pastaj edhe vetë banorët do ta njoftojnë se çfarë do të bëjnë më tutje. Faleminderit shumë zotin Rogova, apo na tregon pra se çfarë urdhëresi është ardhur nga komuna e Prishtinës, për çfarë bëhet fjalë më saktësisht. Mirdita, në fillim të muajit shkurt, banorët e kësaj lagje individualisht kanë pranuar vendimet të komunës me të cilat është kërkuar që në afatin prej 10 ditë t'i lirojnë pronat, në të kundërtën pas kalimit këtij afati, ata do të konsiderohen si uzurpues. Ky vendimi ka sjell para një akti të palakmueshëm banorët, ka shkaktuar shqetësim edhe ankth, sepse ata banojnë nëpër këto shtëpi që moti disa prej viteve 60-a, 70-a e kështu, edhe për këtë arsye kanë vendosur që ta dërgojnë rastin në gjykatë. Kemi paraqit padi për anulimin e vendimit të komunës me një kërkesë për pezullimin e këtij vendimit mas sigurisë në mënyrë që të mos ekzekutohet vendimi i komunës derisa të merret një vendim përfundimtar dhe meritor nga ana e gjykatës. Pra ky vendim a është aprovuar? Po, vendimin fatmirësisht gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti për çështje administrative e ka aprovu, edhe tash ky vendim mbetet në fuqi derisa të vendoset përfundimisht lidhur me rastin. Megjithatë, siç duket sot, është ardhur një urdhëresë tjetër nga komuna. Po, disa banorë nuk e kanë pranuar fillimisht vendimin, sepse nuk kanë qenë prezent ato ditë në shtëpi, kështu që sot komuna i ka dërguar edhe këtyre vendimeve. Atëherë peshohem që një qytetar njëri ndër pronarët në këtë pjesë po dëshiron të flasë, nëse mund të fillimisht prezantohet lutna. Jo, Metin Rexha, banor i lagjës Shëndetit Dardani, pranë ambulancës Dardanis. Avokati i nderuar është e vërtet çka ka deklaruar tash, mirë po edhe vendimi i dytëm ka ardhur sot. Jo vetëm mu, po të gjithë. Edhe pas vendimit të gjykatës që ka ardhur përsëri një vendim. Që ko është me dotë sodit, 13, a para një muaj ka ri njëti. Na kena marrë vendimi me mosën e ndalesës e ekzekutimit vendimit komunës, të cilën komuna duhet me respektu deri në fund sa të vendos gjykata. Vlen të theksohet se kjo lagje është ndërtu viteve 50 prej ushtrisë, mbas luftës dytë botnore. Ju jeni pronarë të tyre? Na i kena ble 62-ën këto shtëpia. E kena ble normal ma të vogla, po gjatë viteve para luftës të fundit, do me thonë prej viteve 60-70 i kena ashtu si mas nevojës për jetesë, se na ashtu si familje, se na kanë ekspropriu dhe nacionalizu tokët, respektivisht disave, si mund Dragodan që ma kanë morë tokën, a e loj i kom dokumentacion, për shembull për nacionalizimin e tokës në Dragodan. Po ajo është tem tjetër. Këtu është një rast, 2 shtëpia janë shpronsu këtu, pa ndonjë transparencë, cilë i ka marrë xhamia, mas kësaj fshihet kjo punë se nas jena kundër ndërtimit të xhamisë, as kundër katedrales si mikon, mirë po duhen më kon transparent, edhe duhet me armë bisedu me neve. E jo po tash po thonë jo veç po jekim këto rrethojat. Mirë po mas kësaj fshihet tjetër sen. Fshihet se xhamia e qendrore e Prishtinës po don me marrë shtëpiat për me dalë në rrugë atje. Mirë po, ata nuk vinë me bisedu drejt për zëjt, me ne po i qojnë bashkëpunim me komunë këto vendime. Është e qartë se 2 shtëpia i kanë ekspropriu, as se dina kush i ka ble, as sa i ka ble, as me çfarë mënyrë ekspropriu. Kena disa që kanë marrë diku 200.000, 250.000 euro për një shtëpi. Mirë po, nuk është në rregull me na bë kësi presioni.
Se na Keni dokumentacione që figuron që kena fletë poseduse. a është domethënë në emër të juve në kjo pronë, nuk është në emër të komunës. Jo, në emër tonin, por na kena bo te i kalimin. E kena shfryzu në mirëbërësim që të na jurista quhet uzukapje, do me thonë shfryzimin i pronën në mirëbërësim, do me thonë për shkaqe familje, jo për biznes, po pse kena pas nevojë. Vlen të theksohet se këto shtëpia ka njerëz 7-80 vjeçar që janë smut, e kanë smundjet tensionet zemrës, apo edhe smundjet tjera përcjellëse. Kështu që kjo mënyrë, pa na thirrë në debat publik, pa ekzistuar një plan regulativ i lagjës. Nuk mund plani i fundit regulativ u kon 2009, i cili është mbi 15 vjet edhe ajo nuk ka pasur asnjë ndryshim. Po atëherë u kon këtu marrur tjetër sen, jo xhami, po xhamia u dhon para 7-8 vjeta, 10 vjete për ndërtim. Ata e kanë posë është parcela xhamisë. Edhe që kanë jo. Tash ata po pretendojnë me shpronësu. Bile, si mas që këmë di, ambulancën dojnë me bo në një plan regulativ fantom, tjetër ka gjëja se këtu ka me morë këto xhamia e... Dhe këtë edhe ambulantën e rëzu. Që ashtu është projekti, që po dojnë me bo, ose janë duke bërë. Ambulancën me qitë ma poshtë diku, e këto me morë xhamia për nevojat veta. Xhamia qendrore Prishtinë. Edhe njerë po thëksojna se s'kena kurrë private, po mënoj me xhami mirë, po edhe... Nuk ju kanë ofruar as kompenzim, as çka do tjetër. Ata normal që kur të bisedojna, nëse afrohen me bisedu, kanë me na ofru, po tash çka kanë me na ofru, ajo është pikë pyetje. Deri tash kur kush na ka kontaktuar. Juve ju kanë jep një urdhër që të lirohen për 10 ditë. Për 10 ditë na kanë thonë mu liru, po s'po cekin çka mu liru për 10 ditë. A rrethoja ata komplet shtëpiat. Po thonë vetëm mu liru kësjo që këshërën veç kamera le të që mikroni mi shpia, për shkon qas ka drejt, me liq. A ka mundësi me marë? Qëre ku sidhet për mi kryt njerëzve, qëre? E për këto nuk miret komuna, po miret. Qëri qëfar dhe thuja ka xhamia? Ato nuk hiqen, këto duhen me këto kjo gjelbrim, për shambull prej. E kështu që ka që pa ta me thonë, edhe shpresoj, e kena bëjë edhe shkresën avokatit popullit. Çfarë do të bëni jo për 10 ditë, a do i lironi apo jo? Jo, na e kena vendimi prej gjyqit që shtyhet ekzekutimi deri në vendimin përfundimtar. Do me thonë, gjykata e shkallës dytë, apelit, derisa zvendos mbi këtë çështje. Se kjo duhet me shku seancat trallës. Edhe na kena dokumentacione, e tash sa shkon tek shkon se vina. Na kena avokatin tonë, i cili ka më marrë me këtë çështje derisa zgat kjo çështje. Shpresoj që kena me arrit me bëni... Avokat, nëse mund të na tregu pra cilat janë hapat e radhës, çfarë do të ndërmendni? Po, duhet të theksum që këto shtëpi janë parcela në emën të qytetarëve, të cilat gjendën brenda në një parcelë më të madhe, e cila është e komunës. Pra, një parcelë dikun prej 1.8 hektare, e cila përfshin një sipërfaqe deri në fillim të rrugës, por kufizimin mes shtëpive edhe parcelës komunës nuk është e kufizuar. Si për sa i përket hapave të radhës, tash presim gjykata me na ftu në seancën kryesore, shqyrtimin kryesor, padia ka të bëjë me anulimin e vendimit komunës. Mendoj që ky vendim është i kundërligjshëm në këtë formë të cilën është dërguar, duhet të anulohet e pastaj komuna për matutje duhet t'i bisedoj me banorët veç nëse ka ekziston një plan regulativ, duhet të përcjellen procedurat ligjore, të ftohen në debat publik edhe banorët e lagjës edhe të gjehet një gjuhë e përbashkët. Faleminderit shumë për gjitha këto informacione, po shpresoj që edhe ju së bashku që jeni mbledhur pra të gjeni edhe një gjuhë ndoshta se si të veproni edhe me tutje pra në kashime e komunën e Prishtinës. Po. Faleminderit. Atëherë Raimonda, nëse ke edhe ndonjë pyetje të lutna, jemi këtu ende. Jo, faleminderit Jona, besoj që edhe për këtë çështje qytetarët do të mund të informohen në edicionin e lajmeve, do të shohim pastaj më detajisht edhe në pamje se si duken këto shtëpi dhe